Kjo është në një, në dy. Problemin me zoti Kuti e pota që këta, paka shumë e kanë thynë propagandë ushtërinë. Ushtëria so që është e propagandistike, ushtëria që është e mbrëmshme e shtetit. S'duhet me përdorur në fushatë zgjedhërore zoti Muja. Pse? Ushtërinë e ka bëva Ramush Haradinaj me ligjet për FSK-n, ku e ka marrë dritën Jeshilet në takim me James Mattis, sekretarin e mbrojtjes të Trumpin një, dhe është një këshill i NATO-s mbrana FSK-s, sepse na 10 vjet e kemi pas ndaluar me çujt ushtri. Sipas Noltit, që është çaj këshilli i NATO-s, na s'kemi pas drejt armatim, vetëm e kanë pas drejtën e revoljes. Edhe eventualisht se Albini tha 2 javë. Po, na e kemi boko. Po normalisht, ku të vjen nesër mas Albini dikush ka me i bo 8 orë. Dhe sa jo e ka koston, pastaj. Po normalisht që e ka koston. Ama mus ta shëndrojnë në kauzë se nuk është kauzë ty në hiq. Ushtria është kauzë popullit Kosovës. Po jo e vetëvendosjes. Në fali, këtu gabojnë. Bile, që o shumë ma modest, Ramush Haradinaj ka hise shumë këtë kauzë dhe duke përmenë shumë shpesh. Muja, spajtojt? Po, jo, shqo, vërtet ka pas kufizime në bazë të marrëveshjeve, kam qartë. Veç se tash është një fazë... më thuni s'kan investu, s'kemi pas të drejt me investu në orë. Kuptone që të sa. Tash, kur ka mundësi,